se duhet jepej dje ky vendim, pikëspari njerë pse kjo shtyrje thuhet diçka, nuk kupton diçka, edhe çfarë beson se do të mund të ndodh me vendimin e gjykatës kushtetuese? Shkurtimisht se nuk kemi shumë. Po është vendim interesant me thënë drejtën, po e pres tërë syvesh për me kuptuar jurisprudencën. Ke pritshmëri për këtë vendim? Po kam pritshmëri gjithmonë nga gjykata kushtetuese, pavarësisht se unë besoj që nuk është nivelin e duhur, ne kemi pas një gjykatë kushtetuese më të mirë më përpara, po kjo e reformës është më e keqe. Menim im, gjithsesi unë do ta shikoj rasti për Veliajn ata vendosën drejt. Jemi realist. Patjetër, tani për zonjën Balluku ka diskutime, unë nuk jam jurist, i kam parë të dyja anët se çfarë debatesh kanë bërë, por është gjykata në fund që do e vendosi. Gjithsesi unë mendoj që kjo zonjë është rrezik potencial për prishjen e provave. Prandaj nuk duhet të ketë dy standarde. Për Erion Velin arrestim, ndërsa për këtë prit se kam një punë të vogël. Aulon, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe punë të mbarë, sepse ke takimin e radhës në orën 18. Mirë, kemi përfunduar këtu bisedën, bëjmë një shkëputje publicitare tani, kthehemi pas pak me edicionin e lajmeve.